deputet që e voton këtë raport e rënën rendin kushtetues edhe e zhvlerëson votën, e zhvlerëson kushtetutën, ligjin, edhe e zhvlerëson veten si i zgjedhur i popullit, për shkak se situata në cilën janë ata nuk është e njëjtë me ato të anëtarëve të qeverisë. Dhe do duhet mos hiqni dorë nga ky parim. Besoj që secili jurist objektiv, i cili gjykon profesionalisht, do ta kishte thënë të njëjtën sikurse që po. Çka ndodh nëse edhe të Shtunën, edhe të Hanën, edhe të Mërkurën, Albin Kurti, Faton Peci, Donika Gërvalla, Elbert Krasni që shkojnë dhe ulen në sallë plenare, pas dështimit shkojnë prapë në zyrat e veta në qeveri. Nëse vazhdon kjo deri në pafundësia, kemi ndaj limit sa i përket kësaj situatë? Do thotë nuk ka, për shkak se kushtetuta nuk cakton afate brenda të cilave duhet të zgjidhet kryetari dhe nënkryetari, pra të konstituohet kuvendi, dhe e vetmja është dispozita që përcakton se më së largu 30 ditë pas ditës së certifikimit zgjedhjeve duhet të thirret nga presidentja seanca konstituive, ose nëse nuk e thirr ajo të mblidhen deputet vet. Ajo seancë është thirr dhe është të vazhduar në mënyrë maratonike. Gjykata kushtetuese në vitin 2014, kur e ka vlerësuar zgjedhjen e Isa Mustafës në pozitën e kryeparlamentarit, e ka pas mundësinë që komplet procedurën e konstituimit ta zbërthej, por nëse e shohim këtë vendim që është afër 40 faqe nëse nuk gaboj, një 37 faqe janë komplet paraqitje procedurale, krahasuese, materiale irelevante të parëndësishme, edhe paragrafi që flet për merita gjuhet me njëherë atje ku ju ka interesu krejt dhe kush është grupi më i madh parlamentar. E ka injoru komplet sqarimin që ka pas mundësi me i dhënë, kufizimin, vendosjen e kornizës brenda të cilës, pa ullë shumë ma shumë gabimet që i ka bërë gjykata kushtetuese, po që jemi të i vujt me këto deformimet rendit kushtetues dhe me këto komplikimet pa nevojshme, i ka hap rrugën kësaj që po përjetojmë sot. Dhe po thoni që s'ka dalje ligjore kushtetuese prej kësaj situate, pa heq dorë të paktën njëra parë. E vetmja mundësi, do thotë, në këtë fazë është nëse deputet e kuvendit e zgjedhin njërën prej alternativave, do thotë para 2 ditëve do shtoj kuvendi vendosi të mos e miratoj raportin dhe deputet duhet, pavarësisht që nuk janë betu, ata janë në mandat, sepse mandati i tyre në bazë të kushtetutës fillon ditën e certifikimit dhe rrjedhimisht nuk ka logjik nëse kushdo edhe dele dhe thotë që duhet me prit që të betohen dhe tek atëherë të njihen si pale autorizuar në gjykatë kushtetuese, sepse kushtetuta dhe ligji për gjykatën e kushtetutës nuk e lidhin definicionin e deputetit me